banorët brenda shtëpisë janë si të mbyturit që përpiqen të kapin dhe fjen e kashtës për të mbrojtur që të mos zhyten më thellë. Gerda ka bërë një sprovë shumë të madhe, e ka lartësu veten me sfidën që ka bërë, unë e mendoj kështu. Po njëkohësisht ka lartësuar dhe Rozana. T'japim Cezarit që është e Cezari. Në fakt, unë nuk e mendoj në këtë lloj ritmi. Ta mbaroj të lutem Shqipe? Po. Domethënë përveç se vetes ka lartësu dhe Rozanën. Domethënë në një farë mënyrë, ajo ndryshe nga gjithë banorët që e minimizuan rolin e Rozanës, e lartësoi dhe i tha, "Okej, ti je e denjë për mua." Nga krau tjetër, të themi me zot lart, ka një fije arrogancë edhe në atë që thot Rozi nga krau tjetër që nuk e kam problem sfidën me e pasa se kishte problem. Jo, po, kështu tha, ato e tha. Pra, nuk të llogaris fare si lojtare dhe gjë që po brenda thuaj gjëra dhe pastaj shohin që janë në drega darga pa fund. Unë mendoj që ka minimizoj figurën e Gertës. E Gertës Uzbedisi dhe më fal ta mbaroj Ronaldo. Unë në fakt e pash dhe me hyrjen e Gertës në shtëpi që ishte keq, nuk është se nuk ishte, se e tregonte fytyra saj pavarësisht se ajo qeshte. Mendoj që bëri gabimin më të madh, domethënë që u ballafaqua me Rozanën, sepse vërtet ajo thoshte që unë jam në shkallë të parë gjesti, pastaj vjen ti dhe kur vjen përfundimi te nominimi fiton Rozana. Dhe është e njëjta gjë siç bëri Juli me Eglën vitin e kaluar. Unë mendoj që ishte një autogol për Gertën. Mua Rozana nuk më ka pëlqyer në lojë në fillim. Rozana nuk më ka pëlqyer në lojë në fillim. Më pas më ka pëlqyer duke qenë se Rozana filloi me vërtet të luaj dhe kjo ka nisur besoj nga muaji i dytë. Çfarë lojë ka bërë Rozana? Rozana ka bërë lojën e manipulimit, që është bravo. Po shumë bukur. Shumë mirë, sepse quhet në momentin që ti je në lojë, ti mund të luash dhe pisët. Unë jam pro lojës pisët, unë jam pro manipulimit, unë jam pro mashtrimit, unë jam pro gjërave. Ky është shembulli që në shoqëria shqiptare. Këtë po thua, ky është fituesi. Këtë po pa i bër dëm askujt, pa i bër dëm askujt patjetër. Sepse nëse ne flasim për mashtrimin dhe Gerta, populizma. Gerta jo populizma me alkool gjesti, të cilin e çoi në spital, ne mund ta marrim edhe këtë. Gerta, duke qenë se ula çdo javë lajm me shampanjë. Në momentin e analizës së karonin të lutem se kur kemi festa lajme sa me shampanjë, aman të lutem edhe pak të reminacion kam ndryshuar ide, duke qenë se i shikoj lojtarët, qoh lojën, analizoj, nuk mendoj që arbri, besoj, e ka pasur këtë pjesën e lartësisë Rozanës apo Neda Tauli. Unë mendoj që ata analizojnë lojën sipas mënyrës së tyre. Ashtu siç unë e ndryshoj mendimin sipas mënyrës së lojës së banorëve. Pra, ti shikon se çfarë ata bëjnë, në qoftë se ti e mendon të duhur një lëvizje që ata bëjnë, për mua është shumë e bukur si lojë. Atëherë, kjo, opinionistët i vendosin tjetër kurse që na ka vendosur ne. Juldeda vjet kur mori avantazhin për të parë kush qëndronte më lart në publik, ai apo Egla, në ato sondazh dilte Juldeda me përqindje epse të uli, po dilte më lart. A mund të thonim ne atë periudhë që ishte një autogol? Jo, ne thoshim bravo sepse ky kuptoi që është më lart, por në fund fare fitoi Egla Ceno. Kështu që ky Big Brother ndryshon perceptimin në publik nga momenti në moment. Një edicion ka qenë ai që publiku ka menduar njësoj nga fillimi deri në fund. Kështu që banorët nuk mund t'i kenë të sigurta këto vajtjen në finale i pari. Unë e them edhe një herë, siç e tha Armandi, fuqia dhe guximi i Gertës për të përballur me kundërshtarin e saj më të fortë e ka lartësuar atë në publik si një guximtare dhe besoj që do vazhdojë tillë sepse gara nuk ka mbaruar. Unë më tepër mendoj që është demoralizuar në këtë. Flasim pak edhe për avantazhin e Rozanës për të zgjedhur finalistin e dytë që do shpallet, kështu që që zgjodhi Eglin me Laertin. Si e sheh ti? Unë mendoj që okej, se kjo për finalistin e dytë është, po mendoja që nëse Rozana donte t'i bënte një nder dhe një sigurim në finalistin të dytë Laertit, mendoj që duhet kishte zgjedhur një lojtar më të dobët se sa Egli. Dhe në këtë rast mendova që do zgjidhte Jozin për ta çuar direkte, domethënë për t'i dhënë një siguri për finalist të dytë Laertin. Kurse kjo zgjedhje nuk është 100% që ja ka dhënë atë sigurinë e plot Laertit. Mandi? Për të bërë më tepër show, si që ka hije Rozanës, unë po t'isha në vend saj, do kisha zgjedhur direkte Gertën. Nuk lejoheshe Gerta, nuk zgjidhet më. Gerta nuk mund të vënte në këtë televonim. Pas kam humbur këtë detaj. Ndërsa për pjesën e Jozit, pastaj
Ky është paradoks. Jozi nuk duhet jetë në finale. Jo, nuk tham... Një sekond. Mandi, nuk tham që Jozi të jetë pjesë e finales, por nëse Gerta e ka Laertin shok dhe do që ta shikoj pjesë të finales, atëherë unë mikun tim do e zgjidhja me një banor që unë e shikoj jo shumë të fortë, që t'ja jepsha sigurinë për të shkruar, sepse ishte Rozana që zgjodhi, nuk zgjodhi Gertën, për qenë e zgjodhi Jozin, një njeri që ka denigruar në atë Big Brother. Kush nuk ka denigruar kë atje brenda? Jo deri në atë mas, të gjithë janë denigruar, por në atë mas që Jozi ka denigruar Rozanën, jo, është shumë e tepërt ajo. Ti jesh i bindur për këtë. Unë nuk e kujtoj këtë moment, po besoj që as edhe Rozana nuk e kujton këtë moment. Të ul Egli, ndoshta një strategji tjetër, një kënd vështirë. Jo, po e dëgjoj, Egli nuk është një lojtare me potencë të ulët. Është një lojtare që ka dhënë shpirtin për atë lojë. Është një lojtare që ka qenë që nga fillimi, që nga hyrja e Xhestit, çdo prime, Xhesti, ne kemi parë Xhesti Egli dhe këto s'mund t'ja heqim meritën. Çdo prime kemi parë edhe Laertin nuk mund të luante pa Xhestin, edhe Xhesti nuk mund të luante pa Eglin. Jo, nuk është e njëjta gjë, ka qenë pak të dy protagonistë. Është e njëjta gjë, nuk është e njëjta gjë, ka qenë faktor pa dashur ndonjëherë të bëhet faktor. Kompromis midis Rozanës dhe Laertit. Cristiano Ronaldo me Georgina Rodriguez. Jo, vetë bashkë me Ronaldon. Po tash nuk ka shitur Xhesti dhe Egli sa që ka shitur Valbona dhe Laerti. Ka shanse. Laerti ka shitur televizive, është bërë faktor, një pyetje shumë të shpejtë. Nuk e ka bërë dot kur, as ka për ta bërë kur. Më falni, një pyetje shumë të shpejtë, një parashikim, ku shkon i dyti në finale dhe shpejt, domethënë fansat e Xhesit do ta ndihmojnë Eglin në këtë televotim? Pse jo, duan të shohin bashkë që shkojnë finale, mendoj që mund të ketë. Tani nuk e di nëse do jem 5 finalistë, unë mendoj që dhe Egli. Madje të doja deri dje kam pasur një pëlqim për Laertin që mendoja në finale, kam thënë, kurse në këtë duel duhet që finalisti i dytë, por kjo nuk është se e përjashton Laertin për qenë finalist. Duhet që shkonte Egli. Një emër sipas te. Egli do doja që shkonte finalisti i dytë. Mandi? Po ndoshta, për mua është e parancishme kush është i parë, kush është i dyti si finalist. Unë do të them që të dy ata janë finalist, nuk e diskutoj këtë pjesë. Finalisti tjetër është Xhesti pa diskutim. I treti. Çan Angeli, i katërti, i Jo, faleminderit, ato të tjera do t'i shohim në vijim. Faleminderit që Gerta patjetër. ne na duhet të kalojmë në publicitet. Faleminderit Mandi që ishe me ne. Olta do të vazhdoj të qëndroj me ne në pjesën e dytë, kështu që qëndroni duke parë ekranin e Top Channel sepse kemi shumë për të folur, shihemi pas pak.